përsëritja e fjalës ikra të ndrozur, dietarët kanë thonë ka ardhur për disa arsye. Për disa arsye. Arsyeja e parë nuk kupton lexo dhe lexo dhe lexo. Domthon kërko dije e mëso sot je gjallë. Kur më stuj, unë i kom mësu këtë punë, jo, gjitha punët kena nevojë me përsërit, po flas për domosdoshmet, kena nevojë gjithë me lexua. Andaj vazhdimësia e kërkimit dijes në ligjërata, në mësim, ka njerë që e shohin se çështja e ligjëratës ardhes në ders është çështje, domethënë, është çështje me stazh, 10 vjet, pensionohet nga ardhja në ligjërata. S'ka deri në dek, mëson njëri apo. Deri në dek vjen ders. Që kjo është ikra, përsëritja e ikrës në kupton vazhdo. Përsëritja e fjalës ikra të ndrozur dhe gjithashtu e ka kuptimin që ka unë së dietar, e ka kuptimin e jo vetëm vazhdimësisë, kërkimit vazhdim të dijes, por edhe temat e caktuara. Lexoj gjithmonë. Domethënë, janë do temat të ndonëse i kemi ngun herë, kemi mësuar e vazhdim tutje. Janë do tema që gjithmonë i kryjm, kthehemi. Çështja e besimit, çështja e adhurimit, çështja e zemrës, nuk janë çështje që i kanë ngun herë. Emrat e Allahut, po e mëkon dersa më mend. E tani emrat e Allahut ditë për ditë Allah. Ikra ditë për ditë. Emrat e Allahut nuk janë dersi. Po Allah e na paknaq kur shkojmë ders. S'është e punë përjetimi, nuk është e punë kujtimi, nuk është e punë me kallxu, domthonë një përjetim të caktuar tjetër ku e ke kaluti. Jo Allah, jo. Gjithmonë. Andaj dietarët na kanë thonë se disa libra jo për gjitha, për disa libra vlen rregulli ma mirë 3 herë me lexu një libër, se 3 libra ka një herë me lezu. A ka një libër që e ki përzgjedhën edhe që ato e kryjnë, qëllë është e libër? Fatkeqësisht shumë musliman as Kur'anin se kanë qështatë. Nërso nejna ata që në kanë dhënë lexo, ku leximin? Lexo, mëso, përfita. Andaj ikra, lexo, në kuptimin e vazhdimësisë, kuptimin e përsëritjes së vazhdueshme të temave të caktuara. Dhe lexo e para ka thënë disa dietarë është për veti, e dyta lexo tash me mësu tjerë. Lexo me mësu fëmijët e tu, lexo me mësu familjarët e tu, lexo me mësu popullin tonë, lexo. Lexim që të bën të aftë me kontribu pastaj për te nivelit tonë individual. Edhe në aspektin e udhëzimit fetar, por edhe në aspektin e shërbimeve tjera shoqërore që njerëzit kanë nevojë për to. Lexo.